Bani kështu, okej, ju keni drejt me tu. Çka ta Albania Kurti, është rahat sonte. Sonte kjo ka bërë që një muj, apo drejt. Definitivisht nuk është rahat, është e vërtetë se Kurti kujdeset shumë në këto paraqitje publike në këta. Dhe ky që i ka ndodhur është jashtëzakonisht gabim i madh. Au hap pak më shumë se sa që duhet. Ata unë kam përvojë kogja me diplomaci dhe me parti. Talibanëve dhe mujahidinëve për shembull. Mujahidinët janë përballë me Bashkimin Sovjetik. Po ty s'ka asgjë që s'është e vërtetë. Janë një lëvizje e viteve 95 e tutje e 6. Domethënë i pengon shumë që se ka ditë këtë informacion, i thonë digitron, i thonë kompjuteri, gjithlishëm. Edhe me i dalë këto në publik që si ka ditë është Jo, tash unë çfarë po ta jap një analizë. Nuk tha diçka në atë drejtim që s'ishte në rregull. Po ta jap një analizë profesionale që hinë nga diplomatike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Kur bëhet një telefonat, veç pak rëndran, veç te kry. Kur bëhet një telefonat e tillë apo një bëhet aranzhime të ekipeve të caktuara verifikohen, thirrët ambasadori përkatës sepse ka Letonia ambasador jo në Kosovë, po ka më duket mos gaboj. Ose ka Stamboll, po që e mbulon edhe Kosovën, edhe bëhen këto verifikime. Pastaj këshilltar duhet ja japin një rezume kush është ai person, çka përfaqëson në kështu me radhë. Qëra mos kish ndodhur prenko edhe me këta të tjerë, më është gazi botës. Po tash ka ndodhur prenk edhe me shumë të tjerë. Melloni i ka ndodhur ka shkaku Melloni. Ka shkaku nga kabineti? Po, absolutisht ka pas. Tani ky mund shkarkoj nga kabineti, por problemi është që ajo video mbetet. Jo, nuk është